Unë jam Ornella Rusta, jam studente e vitit 3 shkenca kompjuterike në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës. Gjatë këtij projekti mësova shumë rreth produksionit të videove dhe audiove. Gjithashtu mësova që është shumë mirë të transmetosh mesazhin tënd në platforma të ndryshme, gjë të cilën në eksperiencën time të deri tanishme si kryetare një klubi studentor, pavarësisht se jam munduar shumë që të përcjell mesazhin tim tek të rinjt rreth teknologjisë dhe të mirave që ajo ka, nuk kam mundur ta përcjell siç duhet duke përdorur vetëm një platformë. Jam Smiley Toto, jam nxjerrës në klasën e 11 nga shkolla Morem Çollaku në Pogadec. Është një aktivitet i cili ka shumë rëndësi për të gjithë ne, për të gjithë të rinjt të cilët duan të marrin pjesë në shkenca apo në atë që quhet STEM. Unë jam Damian Belishta, studioj në Gjimnazin Muharrem Çollaku në qytetin e Pogradecit. Duke e parë ecurinë e këtij trajnimi, vendosëm që së bashku me të gjithë shokët e mi që ishim të pranishëm në aktivitet, vendosëm që këto njohuri që ne mësuam t'i zhvillojmë edhe tek nxënësit e tjerë të shkollës tonë, në mënyrë që edhe ata të kuptojnë se sa e rëndësishme është zhvillimi i aktiviteteve të tilla, jo vetëm në qytetin ku unë isha pjesë. Edesa Behaj, punoj si asistente e projektit promovimi i grave në STEM nga të rinj për të rinj. Unë personalisht studioj fizik dhe kjo ishte një ndër arsyet kryesore pse unë e pranova këtë rol, sepse mendoj që shkenca është shumë e rëndësishme për të rinj, sidomos për vajzat, pasi shkenca të dihesh realisht shumë e fuqishme. Tani së shpejti do të shkoj në Zvicër në CERN me një internship dhe ndihem shumë e lumtur që e pata këtë eksperiencë para se të shkoj atje.